se ka një telefon qëto. Mundeve? Pa. Të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues të mediave, mbrëm kryetari i VMRO-DPMNES, zoti Kristian Mickoski, para gjithë opinionit publik në Maqedoni, e zbuloi hapur thelbin e politikës së tij. Qëllimi i këtyre zgjedhjeve është që BDI të zhduket nga skena politike. Me këtë, Mickoski e konfirmoi vërtetësinë e asaj që BDI e ka thënë me muaj të tërë. Mickoski dëshiron të jetë ai që vendos për shqiptarët dhe në emër të shqiptarëve. Kjo platformë ideologjike e rrezikshme, për të cilën kemi paralajmëruar vazhdimisht, tashmë doli në pah. Ideja e Mickoskit, vegël e projektit famkeq të botës serbe, është të pengoj bashkimin dhe përfaqësimin e fuqishëm të shqiptarëve. Vetëm në këtë mënyrë, ai dhe patronët e tij nga veriu do të mund të vazhdojnë të poshtrojnë popullin shqiptar, duke mbajtur në pushtet politikanë shqiptar të nënshtruar e të dobët, si ata të Vlenit, që heshtin vetëm për të ruajtur karriget e tyre. Mickoski nuk kërkon të fitojë zgjedhjet, por të fshijë një ide të tërë politike për barazi, të eliminoj një popull të tërë nga jeta publike e politike e Maqedonisë. Kur Mickoski thot BDI të zhduket, ai thot se shqiptarët nuk kanë të drejtë të vendosin vetë se kush i përfaqëson. Ai pretendon se ka ardhur koha që dikush tjetër, më saktësisht ai, të përcaktoj se cili shqiptar është i pranueshëm, cili mund të ulet në tryezë e cili jo. Ky është një tentim për pastrim politik që do t'i kthehet në bumerang. Mickoski duhet ta di se shqiptarët vendosin vetë për përfaqësuesit e tyre. Dhe me këto deklarata, ai vetëm e hapi derën e ferrit që e pret më 19 tetor. Më 19 tetor, kukullat e tij nga Vleni do të pësojnë një disfat të turpshme. Më 19 tetor, Mickoski do të ndjej fuqinë dhe vendosmërinë e shqiptarëve që nuk pranojnë zgjidhje të imponuara. Një herë këtë gabim e bëri Zaev, të njëjtin gabim po e përsërit edhe Mickoski. BDI mund të mos ketë qenë e përsosur, por ka qenë gjithmonë zgjedhja e shqiptarëve. Jo e Mickoskit, jo e shtabeve qendrore të VMRO-s, jo e strukturave që duan shqiptar të bindur që ngrisin dorën kur u thuhet. Prandaj, më 19 tetor, shqiptarët do të thonë qartë. Askush, absolutisht askush, nuk ka të drejtë të zgjedhë përfaqësues politik të shqiptarëve përveç vetë shqiptarëve. Më tragjike është se Vlen është vegla e tij. Vlen është projekti i tij për një skenë politike shqiptare të kontrolluar. Vlen është kali i tij i Trojës në Çair, në Tetov, në Struk e Gjetiu. Qytetarët këtë e shohin, e ndjejnë dhe e dinë. Prandaj këto zgjedhje nuk janë vetëm për komunat. Këto zgjedhje janë për të ardhmen, për të vendosur nëse do të kemi një përfaqësim politik shqiptar dinjitos e të fuqishëm, apo do të lejojmë të tjerët të na diktojnë jetën politike. Mesazhi ynë është i qartë, ne nuk do të zhdukemi, nuk do të përulemi, nuk do të lejojmë askënd të zgjedh rrugën tonë. BDI është këtu dhe do të mbetet, sepse ne jemi zëri i shqiptarëve, zëri i atyre që nuk pranojnë të marginalizohen, zëri i atyre që kërkojnë dinjitet, barazi dhe të drejtën për të zgjedhur vetë. Më 19 tetor, të gjithë shqiptarët do t'i përgjigjen thirrjes së Mickoskit, por me votim masiv. Do t'i përgjigjen me demokraci, me zërin dhe me vullnetin e popullit.
Ju faleminderit. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, синоќа лидерот на ВМРО ДПМН, господинот Кристијан Мицковски, пред целата јавност јасно ја откри суштината на неговата политика. Целта на овие избори е дуи да исчезне од политичката сцена. Со ова Мицковски ја потврди веродостојноста на се она што дуи го зборува со месеци наназад. Мицковски сака да биде тој кој одлучува за и во име на албанците. Ова опасна идеолошка платформа, за која предупредуваме со месеци, сега излезе на виделина. Идејата на Мицковски, која маша во рацете на српскиот свет, е да спречи обединување и моќно представување на албанците. Само така ќе може тој и неговите патрони од северот да продолжат да го понижуваат албанскиот народ, а во власта да имат понижени и слаби албански политичари, како Вреди, кои ќе молчат само за да ги зачуваат своите фотели. Мицковски не сака да победи на избори, туку да избрише цела една политичка идеја за рамноправност, цел еден народ од јавниот и од политичкиот живот на Македонија. Кога Мицковски вели дуи да исчезне, тој вели дека албанците немат право сами да одлучуваат кој ќе ги представува. Тој вели дека е време некој друг, поточно тој, да одлучи кој е прифатлив албанец, кој може да седи на масата, а кој не. Тоа е обид за политичко чистење, кое е опасно, ке му се удри по глава. Мицковски треба да знае дека албанците сами бираат кој ги представува и дека со овие изјави ја отвори вратата на пеколот кој му следи на 19 октомври. На 19 октомври неговите пудлици од Вреди ке претрпат страотен пораз. На 19 октомври Мицковски ке ја дознае моќта и поривот на албанците да не трпат наметнати решенија. Еднаш вака сгреши Заев, истата грешка ја прави и Мицковски. Дуи можеби не била совршена, но дуи од секогаш било изборот на албанците. Не на Мицковски, не на централните штабови на ВМРО, не на структури кои сакаат покорни албанци, кои ќе креваат рака кога ќе им се каже. Токму затоа, на 19 октомври, албанците јасно ќе кажат: никој, апсолутно никој, нема право да го избира политичкиот представник на албанците, освен самите албанци. Најтрагично е што Вреди е неговата алатка. Вреди е неговиот проект за контролирана албанска политичка сцена. Вреди се неговиот тројански конј во Чаир, во Тетово, во Струка и секаде. Граѓаните тоа го гледаат, чувствуваат и знаат. Затоа овие избори не се само за општините. Овие избори се за иднината. Затоа дали ќе имаме достоинствена и силно албанско политичко представување или ќе дозволиме други да ни го диктираат политичкиот живот. Нашата порака е јасна. Ние нема да исчезнеме, нема да се поклониме, нема да дозволиме некој друг да го избере нашиот пат. Дуи останува тука, затоа што ние сме гласот на албанците, гласот на оние кои не прифаќаат да бидат маргинализирани, гласот на оние кои сакат достоинство, еднаквост и собствено право на избор. На 19 октомври сите албанци ќе одговарат на повикот на Мицковски, но со масовно гласање. Ќе му одговарат со демократија, со гласот и со волјата
na narodet. Vi blagodra. Të ndoni pyetja? Mickoski gjithashtu një pjesë tjetër e përmendën në intervistë për një marrëveshje mes BDI-s dhe Levicës, që këtyre fundit kanë nxjerrë disa kandidatë në komuna shqiptare të Tostrup dhe Gostivar, dhe sipas tij kjo është bërë me qëllim që të përçohet votat anti-BDI. E vërteta qëndron se zoti Mickoski nuk ka nxjerrë kandidat në Tetov, nuk ka nxjerrë në Çajer, nuk ka nxjerrë në Struk, nuk ka nxjerrë edhe në komuna tjera, për arsye se kandidatët e tij i ka në Vlen. Ai ka përcaktuar kandidatët nga radhët e Vlenit, ai ka përcaktuar kandidatë të pavarur shqiptar, dhe në këtë mënyrë zoti Mickoski dëshiron që të ketë ekskluzivitet dhe të realizoj programin e tij për asimilim politik të shqiptarëve. Që shqiptarët mos vendosin, po zoti Mickoski të vendos për shqiptarët, duke imponuar kandidat të tij, qoftë nga radhët e Vlenit, qoftë si kandidat të pavarur. Kështu që idetë e këtilla falni? Kush? BDI-ja dhe Levica, që e përmendi Mickoski. Kur bashkëpunimi nuk mund të ketë mes BDI-s dhe Levicës. Por e vërteta qëndron, vetëm analizojni, çdo herë VMRO DPMN ka patur kandidat, tani s'ka kandidat. A e parashtroni pyetjen se pse nuk ka kandidat? Pse nuk ka kandidat nga radhët e VMRO-s? Ndërsa zoti Mickoski ka kandidatët e tij. Ai ka imponuar kandidatët në Vlen, se kush do të del për kryetar komune në Vlen. Ai ka përcaktuar se kush do të del kandidati i pavarur, në mënyrë që të ndodhë asimilimi politik i shqiptarëve, e që ai të vazhdojë edhe më tutje me revizionizëm të drejtave kolektive të shqiptarëve. Zotë Adrian, një pyetje për zgjedhjet lokale, nëse Bujar Osmani humbet nga Izet Mexhiti në zgjedhjet komunale, a do të kërkoni që të tërhiqet nga gjitha organet partijake? Bujar Osmani nuk i humb zgjedhjet lokale, përkundërzi Bujar Osmani do të triumfoj, por pyetja logjike e cila do duhet të parashtrohet është sepse zoti Izet Mexhiti nuk dha dorëheqje nga të qenurit të zënës kryeministër dhe ministër për ambient jetësor. Edhe kur shkupi DJ, edhe pse është në pozitën e ministrit, ai fshihej dhe realizon të aktivitete partijake. Kjo është pyetja kruciale, sepse ai, zoti Mexhiti nuk po jep dorëheqje nga pozita e ministrit, po e ruan si plan rezervë që në rast të humbjes nga zoti Osmani të vazhdojnë në qeveri. Mirë, po nuk do të mund vazhdojnë në qeveri, për arsye se këto zgjedhje janë referendum gjithë popullor dhe populli do ta thot fjalën e vet fuqishëm për rikthim të dinjitetit dhe për largim nga skena politike të këtyre vazalve të cilët sot janë pa mbështetjen e popullit aty ku janë. Tjetër? Prashënja? Nema? Ju faleminderit, vi blavodra.